Is she living here? Për 29 vite me radhë, jeta e Kiarës kishte rrjedhur e qetë, e sigurt dhe rrethuar nga ngrohtësia e një familjeje që ajo e quante të sajën pa asnjë dyshim. E rritur në bregdetin piktoresk të Puljas, në jug të Italisë, ajo kishte ndërtuar një përditshmëri të mbushur me muzikë, miq dhe dashurinë e dy prindërve që nuk I kishin kursyer asgjë. Për të, origjina e saj fillonte dhe mbaronte aty, mes rrugicave me gur të bardhë dhe aromës së kripës së detit. Por, rregulli I botës së saj u përmbys plotësisht pas ndarjes nga jeta të babait të saj adoptues. Një burr I urtë që e kishte dashur më shumë se jetën e tij. Pas funeralit, kur shtëpia u zbraz nga njerëzit dhe mbeti vetëm heshtja e rëndë e dhomave, Kiara u ul pranë oxhakut të vjetër në dhomën e ndenjes, vendi ku babai I saj kalonte orë të tëra duke lexuar. Ndërsa pastronte gjërat e tij të fundit, dora I hapi padashje një hapësirë të fshehtë në gjith të oxhakut, brenda një derase të liruar nga koha. Aty brenda ndodhej një kuti druri e errët, e mbyllur me një çelës të vogël të ndryshkur që varej pranë saj. Me duart që I dridheshin nga një parandjenje e çuditshme, Kiara e hapi. Gjëja e premier që I zuri syri ishte një pasaportë e vjetër, me kapak të dëmtuar dhe një stem që nuk e kishte parë kurrë më parë. Kur e hapi, pa fotografinë e një foshnje vetëm pak muajsh me sytë e saj të zinj, dhe pranë saj shkruhej një emër që tingëllonte I huaj, por çuditërisht I njohur: Kiara, vendi I lindjes, Shqipëri. Nën pasaportë ndodhej një fotografi tjetër, e zbehur nga lagështira dhe e ngrënë në përqoshe. Në të ishte një grua e re, me flokë të zinj të mbledhur dhe me një vështrim aq të trishtuar, sa që Kiarës I doli fryma. Ishte një portret që rezatonte një dhimbje të thellë, por edhe një ngjashmëri të frikshme me tiparet e saj të fytyrës. Në fund të kutisë, e palosur në 4 pjesë, ndodhej një letër e shkruar me nxitim mbi një letër të verdhë, ku boja kishte filluar të fshihej. Shkrimi ishte në gjuhën italiane, por me gabime të shumta gramatikore, si të ishte diktuar me dëshpërim. Kujdesu për Kiarën time. Po e nis drejt detit se këtu po digjet bota. Nuk kam as bukë t'i jap, as jetë t'i ofroj. Nëse shpëtoj nga kjo çmenduri, do të vi t'ju gjej në Itali. Emri im është Valbona, ju lutem, mos ja fshini emrin e saj. Mars, 1997. Kiara mbeti pa frymë, me letrën që I peshonte në duar si një gur I rënd. Viti 1997, viti kur Shqipëria u përfshi nga një luftë civile e përgjakshme dhe trazirat e tmerrshme që detyruan mijëra njerëz të hidheshin në përvarka drejt Italisë. Në atë moment, I gjithë realiteti I saj u thërmua. Ajo kuptoi se gruaja në fotografi ishte nëna e saj biologjike. Ajo nuk e kishte braktisur sepse nuk e donte. Ajo e kishte dorëzuar foshnjën e saj në duart e të panjohurve, mes dallgëve të tmerrshme të detit Adriatik. Vetëm që vajza e saj të kishte një shans për të jetuar, ndërsa vetë kishte mbetur pas në një vend që po digjej. Lotët I rodhën pa ndalur mbi letrën e vjetër. Pyetjet filluan t'i pushtonin mendjen si një stuhi. Kush ishte Valbona? A kishte shpëtuar nga ai ferr? Pse nuk kishte ardhur kurrë në Itali? A ishte ende gjallë diku, duke mbajtur në zemër të njëjtën dhimbje prej 29 vitesh? Kutitë e fshehura të së shkuarës u hapën dhe Kiara e dinte mirë se jeta e saj nuk do të ishte kurrë më e njëjtë. Ajo nuk mund të vazhdonte të jetonte sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Atë natë, duke shtrënguar fotografinë e Valbonës pas vetes, ajo mori një vendim që do të ndryshonte fatin e saj përgjithmonë. Zbulimi I asaj nate nuk e la Kiarën të mbyllte sytë. Çdo herë që dremiste, imazhi I asaj gruaje me sy të trishtuar dhe fjala Shqipëri I shfaqeshin përpara si një thirrje e hershme, e groposur thellë në aluzionet e fëmijërisë që kurrë nuk I kishte kuptuar. Në mëngjes, drita e diellit mbi detin e Puljas nuk I dukej më e njëjtë. Ky det, që për të kishte qenë thjesht një peizazh I bukur pushimesh, papritur I ishte kthyer në urën e tmerrshme që e kishte ndarë nga nëna e saj biologjike në marsin e përgjakshëm të vitit 1997. Ajo u ul përpara pasqyrës dhe vështroi veten me një vëmendje që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Tani I dallonte mjaft mirë.
ato mollza të larta, formën e syve dhe atë rrudh të vogël shqetësimi mes vetullave nuk I kishte trashëguar nga prindërit që e rritën. Ishin tiparet e Valbonës. Duhet ta bëj, përshpëriti ajo me vete, duke ndier një përzierje frike dhe vendosmërie që po I pushtonte tërë qenien. Nëna e saj adoptuese, e mbytur nga dhimbja e humbjes së bashkëshortit, fillimisht u tmerrua kur Kiara I tregoi kutinë e drurit. Me lot në sy, ajo I kërkoi falje që ja kishin fshehur të vërtetën për aq shumë vite. Kishim frikë se do të humbisnim, Kiara. Ti ishe dhurata jon më e madhe pas atij tmerri që pam në port kur mbërritëm varkat. Por, duke parë vendosmërinë në sytë e vajzës, ajo e kuptoi se nuk mund ta ndalonte. I dha bekimin e saj, duke I shtrënguar duart e duke I premtuar se ajo shtëpi në Itali do të ishte gjithmonë porti I saj I sigurt. Përgatitjet ishin të shpejta, pothuajse mekanike. Kiara nuk paketoi shumë gjëra. Mori vetëm një çantë shpine të thjeshtë, pak rroba dhe, sigurisht, thesarin e saj më të çmuar. Kutin prej druri me pasaportën e vjetër dhe fotografin. Ditën e nisjes, porti I barit ishte I zhurmshëm, I mbushur me udhëtar, kamion dhe zhurmën e rëndë të motorëve të tragjetit. Kur Kiara shkeli mbi kuvertën e anijes që do ta dërgonte drejt Shqipërisë, ndjeu një shtrëngim në stomak. Ajo po udhëtonte në të kundërtën e rrugës që kishte bërë si foshnjë 29 vite më parë. Atëherë kishte qenë një fëmijë pa memorie, e fshehur nën kuvertën e një varke mes britmave dhe dëshpërimit. Sot po kthehej si një grua e rritur, e shtyr nga një dëshirë zjarrt për të gjetur rënjet e saj. Trageti çau dallgët e Adriatikut gjatë gjithë natës. Kiara nuk fjeti. Qëndroi në kuvert, duke parë ujin e errët dhe duke imagjinuar momentin kur varka e saj e vogël kishte sfiduar atë pafundësi, deti në 97 ten. Kur agimi nisi të zbardh horizontin, përpara saj u shfaqën brigje shqiptare, male të larta e të ashpra që ngriheshin mbi det, duke u dukur sa madhështore, aq edhe kërcënuese për një të huaj. Pasi zbriti në port, gjithçka I dukej një botë tjetër. Gjuha që flitej rreth saj ishte ajo që kishte parë të shkruar në pasaport. Një gjuhë që ajo nuk e kuptonte, por që çuditërisht I ngrohte shpirtin. Duke ndjekur të dhënat e pakta të përkthyera nga pasaporta e saj e vjetër e fëmijërisë, ajo mësoi se vendlindja e saj ishte një qytet I quajtur Gjirokastër. Pa humbur kohë, Kiara mori një autobus që të dërgonte drejt jugut të vendit. Rruga gjarpëronte mes luginave të thella dhe maleve të zhveshura. Sa më shumë që I afrohej destinacionit, aq më shumë ndjenjat e saj pësonin thyerje. Ajo po shkonte drejt një qyteti të panjohur, në një shtet ku nuk njihte askënd, me një fotografi të vetme në duar dhe pa asnjë garanci nëse nëna e saj ishte ende gjallë apo nëse do ta pranonte pas aq shumë vitesh. Megjithatë, frika nuk e ktheu dot pas. Kur autobusi ndaloi në hyrje të Gjirokastrës dhe Kiara hodhi syt mbi shtëpitë e gurtë që ngjiteshin si kala mbi mal, ajo e kuptoi se rrugëtimi I saj më I vështirë sa po kishte filluar. Hapat e parë të Kiarës mbi kaldrëmin e Gjirokastrës rëndonin nga pasiguria. Qyteti I gurtë ngrihej para saj si një labirint I pafund shtëpish të lashta me çati hiri, të cilat dukeshin sikur mbanin mbi supe shekuj të tërë historish dhe sekretesh. Ajri këtu ishte I ndryshëm nga ai I Puljas. Mbante aromë ftonish, tymi të lehtë druri dhe shkëmbi të lagur. Për një vajzë që kishte jetuar gjithë jetën në fusha e pranë detit, këto rrugica të dëshira e të thukta, që ngjiteshin thandër drejt qiellit, produceshin një ndjesi izolimi dhe ankthi. Me çantën e shpinës që I rëndonte mbi supe dhe dorën që shtrëngonte fort fotografinë e zbehur brenda xhepit të gjaketës, ajo filloi të ecte pa një destinacion të qartë. Çdo 10 hapa, Kiara ndalonte. Ajo nxirrte imazhin e Valbonës dhe ua tregonte njerëzve që ndoshta mund të mbanin mend diçka nga ajo kohë. Përballja e parë me realitetin lokal ishte e vështirë, kryesisht për shkak të gjuhës. Kiara fliste vetëm italisht dhe pak anglisht. Ajo u afrua pranë një gruaje të moshuar, që po milte një dhinë hyrje të një porte të madhe druri. "Scusi, conoscete questa donna?" "Valbona", pëshpëriti ajo me zë të dridhur, duke zgjatur fotografin. E moshuara u vrenit,
rregulloi syzet e trasha dhe e vështroi imazhin për disa sekonda. Pastaj ngriti syt mbi Kiarën, duke parë flokët e saj të zinj dhe mollëzat e larta. Tundi kokën me keqardhje dhe tha diçka në shqip që Kiara nuk e kuptoi, por që nga toni i zërit ngjante si një nuk e njoh, bi. Kjo sken u përsërit me 10 tëra herë gjatë gjithë paradites. Ajo pyeti shitësit e vegjël të perimeve, burrat e moshuar që luanin domino, nën hijen e rapit të madh, dhe gratë që ndanin thashethemet e mëngjesit në përpragje shtëpish. Disa e shikonin me dyshim, të tjerë me një dëmshuri të sinqertë, por përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë. Një lëkundje koke mohuese. Viti 1997 kishte qenë një uragan që kishte shkullur nga rënjët gjithçka në atë vend. Shumë njerëz kishin ikur, të tjerë kishin ndryshuar shtëpi, dhe shumë emra ishin fshirë nga regjistrat e memories kolektive prej frikës dhe trazirave. Emri i Valbona ishte shumë i zakonshëm, dhe një fotografi e para 3 dekadave nuk ndihmonte pothuajse fare. Rreth pasdites, lodhja fizike dhe ajo emocionale ran plumb mbi Kiarën. Ajo u ul në shkallët e gurta të një rrugice të ngushtë e të mbyllur, ku dielli nuk arrinte të depërtonte. Ndjeu një dëshpërim të thellë që po i shtrëngonte fytin. Ideja e saj e guximshme për të gjetur nënën e saj biologjike, me një foto të thjeshtë, në një shtet të huaj tani i dukej si një marrëzi fëmijërore. Lotët e nxehtë filluan t'i rridhnin faqeve, duke pika mbi xhamin e vjetër të pasaportës që mbante në prehër. Ajo ndjehej më e vetmuar se kurrë, e bllokuar mes mureve të gurtë që nuk flisnin, duke pyetur veten nëse duhej t'i dorëzohej fatit dhe të merrte tragedin e kthimit për në Itali, pa e zbuluar kurrë të vërtetën. Dielli kishte filluar të ulej pas maleve të larta që rrethonin Gjirokastrën, duke hedhur hije të gjata e të ftohta mbi kaldrëmin e vjetër. Kiara u çua nga shkallët e gurta, fshiu lotët me mëngën e gjaketës dhe mori një frymëmarrje të thellë. Dorëzimi nuk ishte një opsion. Ajo nuk mund të kthehej në pulia me një kuti plot pyetje të papërgjigjura. Me një grim shprese të mbetur, ajo vendosi të zbriste drejt zonës së pazarit të vjetër, aty ku lëvizja e njerëzve ishte më e madhe dhe ku dyqanet e vjetra mbanin ende gjallë shpirtin e së kaluarës. Pazari ishte një shpërthim ngjyrash dhe aromash. Qilima të thurur me dorë të varur në përmure, suvenire prej bakri që shkëlqenin në dritën e hongut dhe erza që mbushnin ajrin. Kiara ecte ngadalë duke parë fytyrat e tregtarëve. Syt i ndaluan te një dyqan i vogël, pothuajse i fshehur në një cep të rrugicës. Mbi derë varej një tabel e vjetër druri, ku shkruhej Argjendari. Prapa xhamit të pluhurosur, shihej një burr i moshuar me flok krejtësisht të bardhë dhe syze të trasha, i cili po punonte me kujdes mbi një varse argjendi me një dritë të vogël mbi tryez. Diçka brenda saj e shtyti të hynte. Zymbyli i vogël mbi derë tingëlloi ëmbël kur ajo hapi portën. Buonasera, tha Kiara me zë të ulët, pothuajse pa shpresë. I moshuar i ngriti kokën nga puna, uli syzet në majë të hundës dhe e vështroi me një vështrim të ngrohtë e babaxhan. Mirëmbrëma, bi, u përgjigj ai në një italishte të pastër, por me një theks të lehtë e të vjetër. Si mund t'ju ndihmoj? Kur dëgjoi gjuhën e saj amtare, Kiarës ju drodh zemra. Ishte hera e parë në atë ditë të gjatë që dikush e kuptonte pa pasur nevojë për shenja. Pa humbur kohë, me duart që i dridheshin nga ankthi, ajo nxori nga xhepi fotografinë e zbehur të Valbonës dhe e vendosi mbi tryezën e punës, me zveglave të argjendit. Ju lutem, po kërkoj këtë grua. Quhet Valbona. Është nëna ime biologjike. Ajo më nisi drejt Italisë në mars të vitit 1997 për të më shpëtuar jetën. Dhe që atëherë nuk di asgjë për të. Argjendari i moshuar, të cilin banorët e njihnin si mjeshtër Astritin, mori fotografinë në duart e tij të rrudhura. Ai e rregulloi dritën e tryezës për ta parë më mirë. Për disa sekonda që Kiarës ju dukën si shekuj, në dyqan mbretëroi një heshtje e rëndë. Sytë e Astritit u zgjeruan, pastaj u ngushtuan, dhe një pësherëtim e thellë doli nga gjoksi i tij. Ai ngriti sytë, shikoi tiparet e fytyrës së Kiarës, mollëzat, sytë e zinj, dhe pastaj u rikthye te fotografia. O Zot i madh,
Përshpëriti ai në shqip, përpara se të kthehej përsëri nga Kiara me zërin që i dridhej nga emocioni. Valbona, kjo është Valbona e lagjes Dunavat. Kiarës ju pren gjunjët. Ajo u mbështet pas banakut të drurit, me lotët që i shpërthyen menjëherë, por këtë herë nga një lehtësim i papërshkrueshëm. Ju e njihni? A është gjallë? Mjeshtër Astriti u ngrit ngadalë nga karrigja e tij, duke mbajtur ende fotografinë sikur të ishte një dëshmi e gjallë e një historie të dhimbshme. Po, Bi, ajo është gjallë. Si mund ta harroja atë fytyrë? Në marsin e vitit 97, ky qytet ishte në flak. E mbaj mend mirë ditën kur ajo erdhi tek unë, e dëshpëruar, me një foshnjë në krah. Më shiti të vetmet bijuteri ari që kishte të mbetura nga nëna e saj, vetëm për të paguar njerëzit e varkës që të merrnin ty e të çonin në Itali. Ajo sakrifikoi gjithçka që ti të jetoje. Ai doli nga pas banakut dhe i vendosi dorën mbi supë Kiarës për ta qetësuar. Shumë njerëz ikën atë vit, por Valbona nuk u largua kurrë nga Gjirokastra. Ajo mbeti këtu e vetme, në shtëpinë e saj të vjetër në lagjen Dunavat, lart në pjesën më të lartë të qytetit. Çdo vit që kalonte, ajo bëhej më e mbyllur. Njerëzit thoshin se ajo thjesht priste që një ditë deti t'i vinte keq dhe t'i kthente vajzën e saj. Astriti e shoqëroi Kiarën deri në derën e dyqanit dhe zgjati dorën duke treguar drejt njërës prej kaldrëmeve më të pjerëta që ngjitej drejt pjesës së sipërme të kalas. Ndiq këtë rrugë deri në fund, Bi. Kur të arrish te çezma e vjetër e lagjes Dunavat, shtëpia e saj është ajo me portë druri të errët dhe me një pemë ftoj në obor. Shko, shëroja atë plagë të shkret që ka në zemër prej 29 vitesh. Kiara e falenderoi me gjithë shpirt argjendarin, duke e përqafuar sikur ta kishte familje, dhe u nis me nxitim drejt rrugës së treguar. Ndërsa ngjitej me hapa të shpejt e me zemrën që i rrite si çekiç, lodhja e ditës u zhduk plotësisht. Ajo nuk ishte më një e huaj e humbur. Ajo ishte një vajzë që po shkonte më në fund në shtëpinë e nënës së saj. Etapa 5. Takimi dhe shërimi i plagës. Rruga drejt lagjes Dunavat ishte më e pjerëta që Kiara kishte ngjitur ndonjëherë. Hapat e saj mbi kaldrëmin e lëmuar nga koha ishin të shpejtë, pothuajse në kufijtë e vrapimit. Frymëmarrja i merrej nga lodhja fizike, por brenda gjoksit ndjente një energji që nuk e kishte ditur se zotëronte. Çdo shtëpi guri që kalonte, çdo hije që hidhte nata mbi muret e lashta, e afronte më shumë me fundin e një makthi 29 vjeçar. Kur arriti te çezma e vjetër e lagjes, ashtu siç i kishte thënë argjendari, ajo ndaloi për të marrë frymë. Sytë e saj kërkuan menjëherë përreth dhe aty, vetëm pak metra më tej, ndodhej ajo. Një shtëpi dykatëshe e stilit karakteristik Gjirokastrit, me mure të trash guri që kishin parë epoka të tëra. Mbi portën e vjetër të drurit të errët vareshin degët e një pemë ftoj, ku frutat e vegjël ende të gjelbër ndriçoheshin zbet nga drita e vetme e një shtyle elektrike në rrugicë. Kiara bëri hapat e fundit. Çdo hap peshonte sa një vit jetë. Ajo zgjati dorën që i dridhej dhe preku hekurin e ndryshkur të trokitëses mbi portë. Zhurma e goditjes bëri jehon në heshtjen e plot të lagjes. Tak, tak, tak. Për disa sekonda, asgjë nuk lëvizi. Kiara mbylli sytë, duke shtrënguar fotografinë e zbehur pas gjoksit, duke u lutur me gjithë shpirt që pas asaj porte të ndodhej ajo. Pastaj, nga brenda oborit u dëgjuan hapa të ngadalt, të rënd dhe të zvarritur mbi gur. Një shul hekuri u tërhoq me një kërcitje të mpret dhe porta u hap ngadalë. Përpara Kiarës u shfaq një grua e moshuar. Flokët e saj, krejtësisht të thinjur, ishin të mbuluar pjesërisht nga një shami e zezë, simboli një zie apo vetmie të gjatë. Trupi i saj ishte pakëz i kërrusur nga vitet dhe nga dhimbja, por kur ajo ngriti kokën, Kiara mbeti pa frymë. Ishin të njëjtët sy. Ata sy të zinj, të thellë e plot trishtim që vajza i kishte parë në fotografinë e kutisë së drurit dhe që i kishte ndeshur çdo mëngjes në pasqyrën e saj. Valbona e vështroi vajzën e re që qëndronte në prag. Në fillim,
Në sytë e saj kishte vetëm habi dhe lodhje ndaj një të huaje që trokiste në ato orë të vonë. Kiara nuk mundi të thoshte asnjë fjalë. Fytin ja kishte bllokuar një lëvozhg emocionesh. Me duart që nuk i bindeshin, ajo thjesht zgjati përpara fotografinë e vjetër të vitit 1997. Valbona uli syt drejt letrës së zbehur. Sa po dalloi imazhin e saj të rinis, trupi i saj pësoi një tronditje të dukshme. Ajo zgjati gishtat e saj të hollë e të tharë, duke prekur skajet e fotografisë që vete kishte mbajtur në duar përpara se t'i dorëzohej dëshpërimit. Pastaj, ngadalë, i ngriti syt përsëri drejt Kiarës. Ajo filloi të vështronte çdo detaj të fytyrës së vajzës. Formën e mollzave, ballin dhe atë rrudhë të vogël shqetësimi mes vetullave që ishte identike me të sajen. Koha sikur ndaloi. Era e natës pushoi së fryri dhe vetëm drita e zbet e shtyllës dëshmonte atë moment. Kiara, pëshpëriti Valbona me një zë që doli nga thellësia e shpirtit. Aq i hollë dhe i thyer sa dukej sikur do të thërmohej në ajër. Në atë moment, çdo pengesë gjuhësore apo kohore u zhduk. Kiara pohoi me kokë me slotëve që i rridhnin si lum. Mami, tha ajo në italisht, por me një ndjenjë që nuk kishte nevojë për përkthim. Valbona lëshoi një britm të mbytur dëshpërimi dhe dashurie, një zë që mbante brenda 29 vite lotësh të fshehur, netësh pa gjumë dhe lutjesh të panumërta drejt detit. Ajo u hodh përpara dhe e mbështolli Kiarën në krahët e saj. Ishte një përqafim aq i fortë, sa që dukej sikur po tentonte të rikuperonte çdo sekondë të humbur që nga marsi i vitit 1997. Të dyja ranë në gjunjë mbi gurët e ftohtë të oborrit, të përmbytura nga lotët, duke shtrënguar njëra tjetrën sikur të kishin frikë se po të lëshonin dorën. Ky moment do të zhdukej si një ëndër. Valbona i puthte flokët, faqet dhe duart Kiarës, duke pëshpëritur pa ndalur në shqip. O shpirti i nënës, më fal që të nis larg, nuk kisha rrugë tjetër, bi. Kiara nuk i kuptonte fjalët, por kuptonte çdo rrahje të zemrës së nënës së saj, e cila tani rrite në të njëjtin ritëm me të sajen. Ajo plagë e madhe dhe e hapur që viti 1997 kishte lënë në jetën e tyre. Ajo ndarje e dhunshme mes dallgëve të tmerrshme të Adriatikut, më në fund gjeti shërim në oborin e gurtë të Gjirokastrës. Kiara kishte udhëtuar si një huaj, por atë natë, e rrethuar nga krahët e nënës së saj biologjike, ajo e kuptoi se më në fund kishte mbërritur në shtëpi.